Pastaj ta pejgamberi sa inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlatu fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Vazhdon pejgamberi o shoktemi, ju pyet për këtë çështje, por po ju tregoj në diçka tjetër. Tha Allahu azza wa jall. Lutet për hajr, Allahu vet krijuesi. Ai tha Allahu azza wa jall, edhe meleket edhe banorët e qiellit. Çka do të thotë kjo? Edhe meleket edhe banorët e qiellit, dietarët e hadithit thanë, edhe meleket që e bartin fronin e Allahut. Fronin e Allahut që e bartin, që s'ka krijesë më të madhe se froni i Allahut. Një krijesë që ka fillim, s'ka mbarim. S'ka krijesë më të madhe se froni i Allahut. Tha edhe ata meleket që e bartin, pulot kanë për ty nëse je njëri i dijes. Pulot kanë më të rrjedh hajri dhe më të ardh hajri ty nëse je njëri i dijes. Edhe banorët e qiellit kur tha, meleket që janë nivelet më të ulse se bartësit e fronit. Edhe ata pulot kanë vazhdimisht për ty, tha pejgamberi, derisa edhe milingona në vrimen e tij, edhe peshku në ndetin e tij lutën për ty vazhdimisht. A nuk tregon për vlerën e madhe të dietarëve që kjo? A nuk tregon për vlerën e madhe të atyre hoxhallarëve të mëdhaj që kanë hesë, ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam?